Është një lojë që ju e dini që është bërë në vende të tjera, nuk është se e shpikëm ne, po se kanë shpikur as ata, kështu që me që kemi bërë vetëm podcast, sot në këtë lojë do ta zëvendësojmë fjalën podcast me fjalën seks. Jo, e kundërta. E kundërta më duket. Do të zëvendësojmë fjalën podcast me fjalën seks. Do të zëvendësojmë fjalën seks me fjalën podcast. Ashtu po. Goxha eksplicite në sepse i bika që podcast na është bërë jeta nuk është e vërtetë. A mund të bëhet podcast me 3 veta? Bëhet që ke vështirë në fakt se krijohet që kakofoni, nuk di kush do podcasteroj më përpara. Se duhet bërë me radhë. Tre jemi ne. Po dhe ne kemi kakofoni, kjo do të thotë që ne kemi vaj. Podcast. Duhet të kthej kokën her pas here që të kuptoj do flasi Gjesi apo do flasi Megli. Kush e radhë? Që ka radhë. E po problem se Blerta është në mes si moderatore kryesore, ne tani po sikur ne të flasim më shumë me moderatore kryesore që mua bëhet të dhënë rëndësi se e vërtetë mërzitesh. Se cili ka rëndësinë e vet në këtë podcast. Po mirë, a mund të bësh podcast me shefin? Ose shefen në këtë rast. Në rastin tonë në shefen. Është pa përballueshme ajo. Jo, ti dëshirë. Jo, Jessica, jona është pa përballueshme të bën për terapi. Unë kam thënë se do bëja podcast me shefen, zgjatet shumë. Se ishte 2 orë episode ne kalum. Prandaj thash zemra klos të bën për terapi ajo. Jo, nuk është jo. Ti si ku qëndron? Me shefin. E dia që të pëlqen Man in Power. Gjithmonë. A do të kishit problem të shihnit podcastin tuaj të xhiruar me të shtëpisë? Sigurisht që po. Me të shtëpisë. Domethënë, edhe në kuptimin e parë të fjalës absolutisht që po. Okej. A do kishit problem ta hapje me të shtëpisë? Derisa hapja me të shtëpisë aty ngec. E pra me të shtëpisë pse po hapje? E kisha hap me. Jo. Vetë kisha pa podcastin tim, a kuptoj pse jo. Ai shumë të pëlqen. Ai vetë besim ka. Të them të drejtën, sa herë del e shohim. Sa herë del, se ka një lloj energjie shumë të mirë. Pa shef çka bën gabim, çfarë pe vërtetë e po, kjo vlen. Këndet gjëra. Kujt i kushtove më pak rëndësi, kujt i kushtove më shumë rëndësi, a lash Gjesin me fola, se lash me fol. Planet ai kap një. Ato flas Megli. Më mirë podcast natën apo ditën? Po thua natën ose darkë ose mëngjes? Po. O zemra jo mëngjes. Ka lezetin e vet. Ka lezetin e darka se bëgat. Darkë edhe unë mendoj. Darka si bashmangshme të bësh podcast. Po darkë se je karikuar, ke më shumë energji, e me në mëngjes i sy hapi sy myll se di kush po flet i parë, një sekond, na vjen. Jo, po darka është bashmangshme, dozë të bësh podcast. Jo, shumë e lodhshme mëngjesi. Ka lezetin e vet vëlla. Ka lezetin e vet. Po të japim na një podcast mëngjesi dy këtu në 7 mëngjes. Do e sigur që do vinë do ta bënte. Duke njohur Gjesin. Patjetër. A do kishe bërë podcast për fam? Jo. Kim Kardashian ka një podcast, kur e mendon. I ka ecë mirë po ta mendosh. Po ta mendosh hapi dhe një reality show nga një podcast. Po pra po, ne kemi reality show, po kjo s'do të thotë që ka se kemi bërë kështu lloj podcast. Nuk bëhet fjalë për atë lloj podcasti. A do bënit podcast me lek? Domethënë çysha ne po e bëj falas. Ne me lek. Absolutisht. Në fakt, edhe dhe është falas të marrim i rrogë fund muaj, po ideja. Më mirë pagesë për çdo episod podcasti sa me na rrejt me një rrogë. Se performon më mirë ashtu, edhe nai bonus aty këtu ta kishim fut. Bonuset, imagjino si do merreshin bonuset. Bonuset në bazë të performancës. Megli! Kush flet më shumë në bazë të performancës? Kush performon më mirë në podcast? Pra kush me rolin si moderator? Kush më sipër e mban? Megli! Kush e mban episodin më? A ju ka ndodhur ndonjëherë të keni thënë diçka në podcast dhe jeni penduar të nesër? Zakonisht nuk flasim fare, apo jo se podcast i suksesshëm. Jo, se nuk i bie që nuk është podcast i suksesshëm nëse nuk flet.
Këto e keni dhurat, se pas ka mikrofonin mbrap se ke podcast. Këto e keni dhurat se qajtet episodin e kaluar. Zonjë, urdhëro? Nuk flasim shumë. Deri diku. Na i gjë kështu edhe mund na ketë ndodhur që jemi penduar, e kemi parë në social, pastaj kemi thënë po ç'pas. Pse e thash atë? Pse e thash? Ç'budes? A do e ftonit ishin në podcast? Qyqa jo, me motra. Ishin, mjafton që kena përmend e kena bë bajat këtu, domethënë mjafton. Se meriton të Gjesi vitë. dyshoj. Po pati që për të folur, le të vi. Nuk e refuzon asnjëherë mundësinë kremendon. Edhe unë tani po xhelozoj, po e rimentoj. Do ta ftoje ti Negli? Jo. Jo. Po patim në një gjë të pasqaruar. Nuk duket një jo dhe aq bindëse, megjithatë po e bëjmë skip. Faleminderit kolleg. A do bëje podcast me dikë që e di që ka bërë një podcast me dikë që njeh? Pra, a do bëje një podcast me dikë që ka bërë një podcast me një që ti e njeh? Këtë bërë njëri me ty për shembull podcast edhe Po, ta bëjmë. ta bësh ta ftosh me ti në podcast. Ja. Ja. Ja, nuk bëhet. Gjesi po qan. Ja, nuk bëhet kjo. Edhe një pyetje e fundit, por jo më pak e rëndësishme. Ora, mendoni që ecin podcastet në makinë? Ecin. Zemra, ky joni është absolutisht një nga më të dëgjuar në Spotify të Kandale. Kështu që podcastet janë një po e madhe. Mendoni duhet një makinë e rehatshme. Po. Sti e gjatë për shembull, do të vish këmbë do mpihesh duke dëgjuar podcast. Sta mos pjesa mbrapa do të jetë goxha E makinës. e makinës. Po mbrapa dëgohet podcasti. Qyqa se u zhvesha. Mbrapa. As so unprofessional. Ta dëgjosh rahat pra. Nuk e di. Se ke parë podcastin e 50 Shades of Grey. Ándale.